Kryetari i Partisë Mendimi i Djathtë Liberal Mustafa Lici në konferencë për mediat ka analizuar procesin zgjedhor në Shkodër duke deklaruar publikisht se në Shkodër ka pasur një blerje masive votash. Ai është shprehur se një proces i tillë ka nisur prej muajsh, ndërkohë që në Shkodër u shpreh janë shpenzuar rreth 4 milion euro. Janë tërheq nga bankat shqiptare rreth 100 milion euro. Këto 100 milion euro që janë tërheq do të bëhet shumë shpejt e ditur, të cilët janë pjesë e Partisë Socialiste dhe janë gjithë biznesmen që janë favorizuar nga Partia Socialiste. Ka qenë një blerje masive, një blerje që nuk ka ndodhur ndonjëherë qysh në zgjedhjet e 91-shit në Shqipëri. Ky ka qenë një përqendrim 3 muaj para zgjedhjeve, 4 muaj para zgjedhjeve ka filluar shit blerja votës. I pyetur për aleancat, Lici është shprehur se qëndron besnik i Partisë Demokratike dhe kryetarit Lulzim Basha. Pozicioni im është besnikëria. Besnikëria ndaj aleatëve, ndaj Partisë Demokratike. Ju garantoj që do të jetë i fituar ky lider sepse populli i kupton shumë më mirë edhe është më gjikues se sa cili do qoftë. Sa e takon listës së deputetëve dhe pakënaqësive brenda PD-s, Lici ka deklaruar se Josefina Topalli duhet të ishte pjesë e listës së deputetëve. Ajo do ishte një gru e cila zani saj ju e dini shumë mirë që ka qenë një zan i fortë, një zan demokratik, e kam thënë edhe në takime, ka qenë një zan cila për djathtën shkodrane dhe për të djathtën shqiptare ka qenë nërë të ishte në listë. Unë nuk mbështes zonën Topalli për konkurrencë për kryetarë partitë. Unë kam keqardhje që nuk ishte deputete në çarkun Shkodër. Se do të kishte dëshirë të ishte një deputete e tillë në çarkun Shkodër. Ndërkohë, Lici ka ftuar qeverinë që të mos diskriminojë Shkodrën për të vetmen arsye se nuk e votuan shkodranët me 25 qershor. Ky qytet ka nevojë për mu mbështet, dhe them që mos ta përdorin këtë armë kundër këtij qyteti që o më votoni mu ose s'keni lek. Mos të arrin deri aty, sepse kur nuk ka për ta mposhtë këtë qytet, kur nuk ka për ta marrë votën as me presion, të çfarë do lloji qoftë, as me një lloj mënyre të makinacionit nuk mund ta marrin këtë qytet. Ky qytet është i djathtë.